Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas përfundimit të Bigut, Sara Hoxha bën deklaratën e papritur për Ledion Liçon. Në festën e organizuar nga Topi pas përfundimit të Bigut, Sara Hoxha, drejtuesja e projektit, ka falendëruar stafin, bashkëpunëtorët dhe opinionistët për punën gjatë sezonit. Gjatë fjalës së saj, ajo u ndal edhe te Ledion Liço. Dua të falenderoj Ledionin, i cili jep shkëlqim këtij formati dhe realisht është fituesi çdo sezoni të Bigut. Kam mësuar shumë prej tij, mësoj çdo ditë prej tij dhe jam mirënjohëse për këtë rrugtim që e ndajmë bashkë. Marrëdhënia mes Sarës dhe Ledionit mbetet e paqartë publikisht. Prej kohësh ka pasur aludime për një ndarje, por nuk ka pasur as konfirmim dhe as mohim nga ana e tyre. Gjatë finales së Bigut, Ledioni u surprizua nga stafi përmes një video mesazhi nga nëna dhe fëmijët e tij. I emocionuar, ai falenderoi publikisht Sarën duke u shprehur: "Kjo është era e vetme që unë lejoj veten të jem kaq vulnerabël si Ledion, dhe jo si moderator. Jam në një pikë që kam shumë të vështirë të lotoj. Më duket sikur më janë tharë lotët, por nuk jam fort i bindur që meritoj asgjë nga këto që kam. Dhe nuk jam fort i bindur që unë dhe shumë nga e gjithë kjo meritojnë Sara Hoxhën."